23 dhjetor 2025, jemi në ditën e Marsit. Gjatë kësaj dite, Hana do të jetë në udhëtimin e saj tek shenja e ujorit dhe do të kemi edhe disa mbështetje të vogla, të cilat do të na ndihmojnë që të jemi vërtet shumë praktik dhe larg pamës. Një të vendosë na bën disi eratik në veprimet tona, si rrethoj, në lidhje me këto tema duhet të jemi të kujdesshëm. Pra, çdo veprim përpara se ta bëjmë, ta mendojmë mirë. Pika ku duhet të jemi më të fokusuar sepse do të kemi tendencë të eksagjerojmë vërtet shumë, janë marrëdhëniet sentimentale. Ndjenjat që gjithë kësaj dite do të jenë vërtet shumë të larta, si rrethoj mund të imponohemi më tepër se çfarë duhet tek personat që kemi përballë. Detyrimisht ajo çfarë duhet të bëjmë është që të jemi të sigurt nëse edhe personat përballë ndjen apo mendojnë një lloj si ne. Nëse kemi një imagjinat vërtet shumë të lartë, mund të na vinë në mendje surpriza apo edhe gjeste të cilat mund të fitojnë zemra. Këtë ditë do ta këshilloj të përdorim edhe përsa përket anës materiale, duke qenë se gjithsej ditët kontaktet për rritjen tonë social mund të përdoren në mënyrë shumë efikase për të kryer burime të reja të ardhmë materiale, si edhe për të rrënjësuar ato që kemi aktualisht. Jemi në prag të festave, prandaj dhe harximet janë të pashmangshme, gjithsesi në këtë pikë do të këshilloj që të jemi të vëmendshëm dhe të mos e teprojmë. Për të gjithë ata që nuk më njohin, unë jam astrologja Denisa Shyla. Faleminderit dhe mos harroni të më ndiqni për informacione të tilla në lidhje me astrologjinë dhe me yjet.